Mirëmbrëma, ky është edicioni I lajmeve të orës 23 në Radio Televizionin e Kosovës. Pas mesnatës, uji I lumit Tiber ka përmbytur vend punishte në urës së re për kombësor në Mitrovic, duke shkaktuar dëme në pajisje dhe ndërprerje të punimeve. Nga Iber Lepenci është sqaruar se përmbytja ndodhi pasi për shkak të rrëshqitjes së dheut në kanalin kryesor u dësht që uji të lirohej në shtratin e lumit Iber për ta shmangur dëmtimin e kanalit që furnizon me ujë Kekun dhe ujësjellësit rajonal. Pas mesnate, uji I lumit Tiber ka depërtuar në vend punishtën, ku është duke u ndërtuar ura e re për këmbësor që lidh veriun dhe jugun e Mitrovicës, duke dëmtuar veglat e punës dhe materialet ndërtimore në vend punishte. Punishtja është përmbytur mbrëm pasi niveli I ujit është rritur ndjeshëm në një pjesë të konsiderueshme të saj. Punëkryesi I projektit Jahir Nimani ka kërkuar reagim dhe hetim urgjent nga institucionet e sigurisë, policia e prokuroria për të zbardhur rastin teksa ka theksuar se dëmët janë të mëdha, pasi pajisjet dhe strukturat ndërtimore që ndodheshin në proces punimësh janë dëmtuar. Kryeshefi ekzekutiv I ndërmarrjes Iber Lepenc ka sqaruar situatën rreth vërshimit të punishtës. Mbram ka mesnata kemi pas një rrëshqitje të dheut në kanalin kryesor dhe është desh me herë që ujin prej kanalit kryesor me zbrasë në shtratin e lumit Tiber derisa ndërkohë e kemi ndalë digën e vogël në Pridvoric. Pra ka qenë një rrjedhje e papritur edhe në atë shpejtësi ndërmjet dy dëmeve që mund të realizohen, atëherë kemi menduar se më mirë është me lshu ujin në Iber, se të dëmtohet kanali, sepse e dim rëndësinë e kanalit për furnizimin e Kekut dhe ujësjellësave regionale. Muj ka shtoj se gjithçka është nën kontroll dhe sipas tij, me rëndësi është se konstruksioni I urës nuk është rrezikuar asnjëherë. Ndërkohë nën kontraktori I punimeve në urën e këmbësorëve pretendon se kjo çështje lidhet me ndërhyrje njerëzore. Nga dora e njeriu se kjo është verifikuar nga institucionet kompetente, përkatësisht policia, që kanë qenë vend në ngjarjes të Gazivoda u Iman Qushequtash. Ato e kanë pranuar ata që është bën urdhën prej Prishtinës me lshu ujin. Na kemi pas një marrëveshje që ujin mos me lshu pa paralajmërim, edhe nëse lshohet uji me u lshu me mas të vogël, nëse domethënë arritet niveli ujit atje lart, do I moni me lshu me një mas të vogël, mos më na boton me neve. Nga policia e Kosovës I kanë thënë RTK-s se në këtë rast nuk ka elemente për vepër penale. Dëmet e shkaktuara në pajisjet e vend punishtës janë çështje diskutimi mes Iber Lepencit dhe kompanisë ndërtuese. Gjatë ditës tek penda e Ujmanit kanë qëndruar edhe ekipet e Uleksit. Gjatë ditës është punuar në largimin e sasisë së ujit, ndërsa nesër pritet të vazhdojnë punimet në urë. Ministri në detyri I financave, Kuran Murati, u ka përthirrje deputetëve që ta votojnë buxhetin e vitit 2025 për komunat e Prishtinës, Gjilanit dhe Zubim Potokut. Siç ka shkruar ai në rrjetet sociale, tash Kosova ka kuvend dhe deputetët duhet të miratojnë buxhetin e këtyre komunave e t'i lënë anash inatet politike. Përmes procedurës së përshpejtuar prej 72 orësh, kuvendi I Kosovës mund t'i miratojë buxhetet e këtyre komunave për vitin 2025 dhe të hapet rruga për pagesën e faturave që janë grumbulluar qysh javën që vjen. Uroj që deputetet e opozitës ta lënë anash inatin politik, ta bëjnë veprimin e duhur, ka shkruar Murati. Deputeti I Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka përmendur disa vërejtje që sipas tij janë shkelje ligjore që janë bërë gjatë procedimit në kuvend dhe projekt buxhetit për vitin 2026. Hoti ka thënë se me dërgimin e tij projekt ligjit të deputetët dhe kryetari I kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, ka bërë shkelje. Tutja I ka thënë se qeveria në detyrë mund të përgatisë projekt buxhetin, por nuk mund ta dërgojë në kuvend.
Sindikata e punëtorëve të radio televizionit e Kosovës kërkon nga Kuvendi i Kosovës, partitë politike si dhe të gjithë aktorët vendimmarrës në vend, po ashtu edhe nga bordi dhe menaxhmenti i RTK-s, që me urgjencë të zgjidhin çështjen e pagave të punëtorëve të RTK-s. Sipas tyre, në të kundërtën, SPE RTK do të detyrohet të protestojë për të drejtat dhe pagat e merituara të punëtorëve të RTK-s, të garantuara me ligj. Aktualisht, rreth 700 familjet e punëtorëve të RTK-s kanë mbetur pa të ardhura, duke u përballur me detyrimet të mëdha financiare dhe vështirësi etike, në kohën kur në institucionet e shtetit po flitet për rritje të pagave, punëtorët e RTK-s nuk i kanë marrë as pagat bazë që u takojnë ligjërisht, duket në komunikat të sindikatës. Në kujtim të herojit të kombit Zahir Pajaziti, në fshatin Orlan të Podujeves është mbajtur një aktivitet përkujtimor me rastin e ditëlindjes së tij. Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të institucioneve shtetërore, të cilët me homazhe nderuan figurën dhe kontributin e tij për lirinë e vendit. Sot është shënuar ditëlindja e herojit Zahir Pajaziti. Për nder të tij, në fshatin e tij të lindjes Orlan, është përkujtuar jeta dhe vepra e herojit. Aty bën homazhe kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me kryetarin e Podujevës Shpejtim Bulliqi, si dhe ministri në detyrë të kulturës Hajrullah Qeko. E mbaj mend mirë janarin e vitit 1997, kur Zahir Pajaziti, pa i mbushur ende 35 vjet, ra heroikisht në ballafaqim me forcat armike e okupatore të Serbisë në Pestov të Vushtrisë. Zahiri është figurë qendrore e historisë sonë. Është fryma që vazhdon të na udhëheq, shembulli që na mëson se dashuria për atë dhëm nuk ka çmim dhe se liria kërkon sakrificë për kushtim e vizion. Ndërkaq, vëllai i heroit Zahir Pajaziti, Bajrami, tha se vepra e herojit është krenari që i takon gjithë Kosovës e jo vetëm familjes. Lufta e ushtrisë shërbimtare të Kosovës është një epokë e lavdishme e cila duhet të shkruhet në historinë e këtij populli me shkronjë të arta. Zahir Pajaziti ishte një ndër figurat më të rëndësishme të luftës për lirinë e Kosovës. Ai njihet si heroi i kombit shqiptar, një simbol i guximit, sakrificës dhe atëdashurisë. Si komandant i ushtrisë lirimtare të Kosovës, Zahir Pajaziti dha jetën për çlimin dhe pavarësinë e vendit. Në konferencën vjetore, ushtruesi i detyrës së krye prokurorit të shtetit Besim Kelmendi ka theksuar se mungesa e prokurorëve në raport me numrin e madh të lëndëve mbetet një sfidë serioze për sistemin e drejtësisë. Kelmendi tha se institucionet që nuk ndajnë buxhet për rritjen e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve në raport me numrin e çështjeve penale mbajnë përgjegjësi edhe për mungesën e drejtësisë sipas standardeve të avancuara ndërkombëtare. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Besim Kelmendi, ka kërkuar nga ekzekutivi që të mendojë seriozisht për krijimin e kushteve më të mira për punën e prokurorëve. Kelmendi tha se mosaprovimi i kërkesave buxhetore, veçmas për rritjen e numrit të prokurorëve, ka kufizuar punën e prokurorit të shtetit, por edhe të gjyqtarëve. E përsërisë është koha e fundit që institucionet kompetente të Republikës së Kosovës të mendojnë shumë seriozisht për krijimin e kushteve për punë më efikase në prokurori dhe në gjykata, sepse drejtësia e vonuar nuk është drejtësi. Përkundrazi, një drejtësi e vonuar vetëm sa paraqet shkaqe dhe arsye për zhgënjim dhe rritje të kriminalitetit dhe dëmtim të rënd të drejtave të njerëzit. Mungesa e prokurorëve në raport me numrin e lëndëve të grumbulluara që nga koha e Unmikut dhe Uleksit dhe numri i madh i rasteve të reja që vinë e pranohen në punë janë sfida të mëdha për prokurorin e shtetit. Në konferencën vjetore të prokurorit të shtetit, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Ardian Hajdaraj, i ka bërë thirrje presidentes Osmani që ta dekretoj kandidatin Blerim Isufaj në pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Gjatë këtij mandati kemi punuar me përkushtim për përmbushur mandatin ton kushtetues dhe ligjor për të krijuar kushte më të mira për punën tuaj si prokuror, për të forcuar integritetin dhe llogaridhënien
në sistemin tonë dhe për siguruar që drejtësia të jetë më e prekshme për gjithë qytetarët. Gjykata Supreme e Kosovës mbetet e përkushtuar që përmes unifikimit praktikës gjyqësore dhe përmes interpretimit qartë ligjit të ndihmojë në krijimin e sistemit të drejtësisë që vepron në standarde të barabarta për secilin qytetar në çdo pjesë të vendit. Në sesionin e dytë të konferencës, pati prezantime për avancimin dhe fuqizimin e proceseve të punës në sistemin prokurorial. Pas një procesi që të gjatë në fakt gjyqësor, që zgjati rreth 17 vjet, urologu Lutfi Dervishi u lirua nga akuzat për krim të organizuar dhe trafikim me qenie njerëzore. Pasi gjykata e apelit këtë javë vërtetoi aktgjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë. Mjeku Dervishi i ishte ndalur edhe ushtrimi i profesionit të urologut prej 2 vjetësh, andaj sipas tij gjithë ky proces e dëmtojnë aspektin profesional e njerëzor. Luftimet mes forcave ruse dhe atyre ukrainase për kontrollin e qytetit Pokrovsk, i cili është bërë pika qendrore operacioneve ruse, janë intensifikuar edhe më shumë përderisa Ukraina ka vazhduar me goditjen ndaj infrastrukturës energjetike brenda territorit rus. Forcat ukrainase dhe ato ruse kanë intensifikuar edhe më tej luftimet për kontrollin e qytetit Pokrovsk, të cilin Rusia, që më shumë se një vit po tenton ta okupon, duke shënuar humbje të mëdha në njerëz dhe teknologji, pa ndonjë sukses. Megjithatë, gjatë javave të kaluara, Moska ka përqendruar një numër të madh të teknologjisë dhe njerëzve në operacionet për marrjen e Pokrovskut, përderisa vetë presidenti rus Putin ka urdhëruar forcat e armatosura ta marrin qytetin para 15 nëntorit, që nga fillimi i invazionit rus në shkurt të vitit 2022, përkundër humbjeve masive në njerëz dhe teknologji, Rusia nuk ka arritur të merr kontrollin e asnjë qendre rajonale apo qyteti të rëndësishëm dhe insistimi i Putinit për marrjen e Pokrovskut shihet si tentim i Kremlinit për të përmirësuar pozitën e vet në negociatat e mundshme. Njëkohësisht, është bërë e ditur se Ukraina ka vazhduar me fushatën e goditjeve kundër çaqjeve të infrastrukturës energjetike brenda Rusisë. Mes tjerash, ukrainasit kanë arritur të shkatrojnë linjat që sjellin naftë dhe gaz për forcat ruse në rrethinën e Moskës. Për dallim prej herave tjera, kur këto çaqe u goditën me fluturake pa pilot ose raketa, këtë herë u njoftua se naftësjellsi i Moskës është shkatruar nga një ekip i sabotatorëve ukrainas, të cilët po arrin të shkatrojnë pika të rëndësishme brenda Rusisë, duke sinjalizuar kështu se Kijevi ka arritur të dërgon njësitë të specializuara të cilat po veprojnë brenda territorit rus, madje edhe në rrethinat e Moskës. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.